Rrugtimi i shtetësisë së Kosovës është i mbushur me sakrifica të mëdha. Gjatë historisë, sidomos në 100 vjeçin e fundit, populli i Kosovës përjetoi kohra të vështira. Po e lëm Kosovën dorë të asmitoris. Por ndër më të rëndat ishin ato gjatë viteve të 80-ta dhe 90-ta, kur pushteti atëhershëm Jugoslav i udhëhequr nga Serbia nuk i kurseu shqiptarët. Ishin të rinjt ata që pësuan më së shumti, pasi atyre u andaluan edhe shkollimi në gjuhën e tyre amtare. Të larguar nga bankat shkollore, nxënës e student vazhduan mësimin nëpër shtëpi. Atë dashuria e studentëve la gjumë të pashlyeshme edhe me protestat që organizuan, përmes të cilave kërkuan të drejtat e mohuara nga okupatori serb. Me 1 tetor 1997 u vërshuan rrugët e Prishtinës nga profesorë e student, shumë prej të cilëve u rrahën e burgosën. Të rinj, djeme vajza, gra e burra, u rreshtuan në 3 shkronjat e arta të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe filluan luftën për liri. Rreth 1 milion kosovar u detyruan të largohen nga vendi duke gjetur strehim në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Maltëzi dhe shumë vende të tjera evropiane. Lufta e UÇK-s u vlerësua e drejt nga shtetet mike të Kosovës, prandaj NATO u erdhi në ndihmë duke çliruar Kosovën nga Serbia përfundimisht në qershorin e vitit 1999. Institucionet shtetërore u ndërtuan deri në vitin 2008, kur me 17 shkurt, kryeministri atëhershëm i vendit shpalli Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Mijëra qytetar festuan në secilin qytet përkundër temperaturave të ulta të dimrit. Që nga ai vit, çdo 17 shkurt shënohet dita e pavarësisë gjithandej ku ka shqiptar. Shkollat në tërë vendin i kushtojnë rëndësi të veçantë kësaj date. Nga 2008 e deri më tani, Republika e Kosovës u njeh nga 117 shtete të botës. Futbolli u bë pjesë e organizatave ndërkombëtare dhe djemtë e kombëtarës dhuruan emocione pafund në ndeshjet me ekipet botërore. Në 15 vjetorin e shtetësisë, Kosova festën e nis me parakalim të ushtrisë. Pjesëtarë të FSK-s po vazhdojnë të ndihmojnë shtetet që pësuan tragjedi për krah vendeve më të fuqishme botërore. Kosovë, gëzuar 15 vjet, shtet për jetë.